Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdojmë me këshillën të ndjekim pejgamberin ton Muhammedin alayhis salatu wassalam. Sot të ndjekim pejgamberin ton për çështjen e sifirit, rëndësinë dhe vlerën që ka ngritja në sifir. Sifir quhet ushqimi i cili hahet në kohën pas mesnatës deri në kohën e imsakut, për të cilën pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë se është shumë kohë me bereqet dhe është ushqim i begat. Andaj ka preferuar pejgamberi alayhis salatu wassalam që çdo musliman të zgjohet në kohën e sifirit, qoftë edhe për një pjesë të vogël të ushqimit apo të ujit. Ebu Sejid el-Khudri radiallahu anhu transmeton se i dërguari i Zotit alayhis salatu wassalam ka thënë: në sifir ka bereqet. Asesi të mos e leni pa u zgjuar në sifir, qoftë edhe për një pjesë të vogël të ujit. Vërtet Allahu i Madhërisëm i mëshiron ata të cilët zgjohen në sifir dhe melekët e Zotit luten dhe bëjnë istigfar për ata musliman të cilët zgjohen në kohën e sifirit. Pastaj në një transmetim tjetër që vjen tek Muslimi, pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë: vërtet dallimi mes agjerimit të muslimanëve dhe agjerimit të jo muslimanëve është zgjimi në sifir. Andaj nga këto hadithet pejgamberit alayhis salatu wassalam kuptojmë se rëndësia dhe vlera e ngritjes në sifir, ushqimit në sifir është shumë e madhe. Koha e sifirit është koha kur më së shumti njeriu ka nevojë që të flenjë dhe kur njeriu, gjithsesi muslimani, e prish gjumin e tij dhe zgjohet në sifir, e adhuron Zotin, lexon Kur'an, bëhet gati për ta falur namazin e sabahut, vërtet është një argument se ai njeri e don Allahun dhe e don shpërblimin të cilin e jep Allahu xhalla xhelaluhu për këtë vepër. Andaj jo rastësisht edhe i madhi Zot i shpërblen shumë ata njerëz, ata musliman, ata besimtar të cilët zgjohen në kohën e sifirit, han sifir, përgatiten për të falur namazin e sabahut, përgatiten, lexojnë Kur'anin famëlar, bëjnë lutje të ndryshme, adhurojnë Zotin e kështu me radhë. Nga gjithë kjo që thot pejgamberi alayhis salatu wassalam që na porosit përmes haditheve të tij, kuptojmë se koha e sifirit është kohë me shumë bereqet. Andaj nuk është mirë që muslimanët ta neglizhojnë atë. Edhe nëse njerëzit nuk kanë nevojë të ushqehen, janë të ngopur, është mirë që të zgjohen në kohën e sifirit, që të paktën të pinë një pjesë të ujit, që ta marrin atë shpërblimin të cilin e premton pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadithet e tij.